Moment i tensionuar mes Fjollës dhe lëndrimit në Big Brother Kosova, nga Shaka në polemik në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku kufiri mes Shakas, afërsisë dhe respektit personal shpesh vihet në provë. Një moment mes Fjollës dhe lëndrimit shkaktoi reagime të forta brenda shtëpisë dhe jashtë saj. Ajo që fillimisht u duk si një lojë apo shaka spontane, shumë shpejt u kthye në një situatë të pakëndshme, që ngriti pyetje për kufit dhe pëlqimin. Ngjarja ndodhi në një moment të çliret, kur banorët po qëndronin së bashku në ambientet e përbashkëta. Fjolla, në një gjendje energjike dhe lozonjare, ju afrua lëndrimit dhe në mënyrë të papritur i hipi sipër, duke filluar ta guduliste. Në fillim, disa banorë e morën si shaka, por reagimi i lëndrimit e ndryshoi menjëherë atmosferën. Ai u shpreh qartë dhe me zë, "Të lutem, mos më prek. Se po të ishe ti në vendin tim, unë nuk do të kisha prekur." Këto fjalë treguan qartë se për të, situata nuk ishte më lojë. Megjithatë, Fjolla nuk u ndal menjëherë dhe vazhdoi veprimin, duke mos e marrë parasysh kërkesën e tij. Kjo bëri që tensioni të rritej dhe momenti të bëhej i sikletshëm për ata që po e ndiqnin nga afër, si dhe për shikuesit përmes ekranit. Banorët e tjerë reaguan në mënyra të ndryshme. Disa u përpoqën të ndërhyjnë për ta qetësuar situatën, ndërsa të tjerë mbetën të habitur nga zhvillimi i ngjarjes. Atmosfera, që pak çaste më parë ishte e lehtë, u kthye në një ndjesi të rëndë dhe të ndarë në mendime. Ky episod hapi një debat të gjerë edhe jashtë shtëpisë. Shumë shikues theksuan rëndësinë e respektimit të kufive personal, pavarësisht nëse situata duket si shaka apo lojë. Fakti që lëndrimi e shprehu qartë se nuk ndiej rehat dhe kërkoi të mos prekej, e bëri këtë moment të ndjeshëm dhe të diskutueshëm. Nga ana tjetër, disa e interpretuan sjelljen e Fjollës si spontane dhe pa qëllim të keq, por kjo nuk e zbuti faktin se kërkesa e lëndrimit nuk u respektua menjëherë. Në një ambient si Big Brother Kosova, ku çdo vepër